Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuaj finok me salcë qiqrash dhe salcë portokalli. Atëherë, për këtë recet kam 800 gram finok, 4 portokalli i kam shtrydhur dhe kam lëngun e portokalleve, vaj, krip, piper, kam 500 gram qiqra, 100 ml ujë. Këto janë përbërësit dhe si fillim do filloj me lëngun e portokallit. Atëherë këtu kam shtrydhur portokallet dhe do ta vë në zjarr. Do ta vëm në zjarr të avashт, derisa të filloj dhe të shteroj dhe të krijoj një lloj salce në fund të piksur të trash. Këtë lloj salce kam treguar e bëj edhe me mandarina. Kësaj radhe do ta bëj me portokall dhe po e përdor në recetë të kripur. Atëherë kemi shtyr portokall, as sheqer, as krip, as gjë. Thjesht lëngun e portokallit e vendosim në zjarr. Atëherë kam vendosur portokallin në zjarr dhe do filloj me recetën. Atëherë, na duhet vetëm pjesa e bardhë, nuk na duhet pjesa lart, mund ta përdorim në një gatim tjetër. Nuk është nevoja ta hedhim. Do përdorim vetëm pjesën poshtë. Do ta ndajmë edhe një herë në mes dhe do ta presim në pjesë të tilla. As shumë të mëdha, po as shumë të vogla. Dhe do ta vendosim në tigan. Vendosim fetat e finokut në tigan. Këto pjesët që janë të jashtme, nëse i shikoni që janë pak të ashpra, mos i përdorni. Finokun e lajm mirë. Në këtë mënyrë e presim tan finokun dhe e vendosim në tigan. Finokun e kam prerë në feta, do ta shtojmë në tigan, do t'i shtojmë vaj dhe do ta vendosim këskuqet. I shtojmë vajin dhe vendosim në zjarr për të skuqur. Kur të fillojë të skuqet nga një ranë dhe ta kthejmë në anën tjetër, do t'i shtojmë kripën dhe piperin. Kam vendosur në zjarr tash tenxherin që kemi vendosur lëngun e portokallit për të zhvirë dhe në tigan kemi vendosur finokun që ta skuqim. Dhe ndërkohë do përgatisim kremin e qiqrave. Atëherë qiqrat normalisht janë të zira. Do shtoj qiqrat. Do shtojmë ujin. Do shtojmë krip. Do shtoj vetëm një lugë çaji dhe do ta provoj. Nëse shikoj që do akoma, atëherë mund të shtoni edhe pak, shtojmë piper. Nëse keni dëshirë dhe ju pëlqen pikantja, mund të shtoni edhe pak spec pikant. Djegës. Atëherë do shtojmë edhe vaj. Diku te një lugë gjelle, një lugë e pak. Dhe do ta bllojmë në blender. Qiqrat e kam mbluar. Kam përfunduar. Jemi në rregull. Nëse shikoni që bën shumë të trasha dhe doni të shkoni me pak ujë, mund t'ia shtoni. Nuk kemi kripën është në rregull, nuk do t'i shtoj më krip. Salcën e kemi gati. Atëherë siç tham kemi vendosur në zjarr lëngun e portokallit dhe finokun. Avash do ta kthejmë finokun. Kam pasi skuqet nga një ranë, e kthejmë nga ana tjetër. Duam që të skuqen mirë. Finokun e kam kthyer nga ana tjetër, do t'i shtojmë kripën. Siç e dini, finoku hahet sallat dhe hahet i gjallë pa problem. Prandaj nuk është se do shumë kohë që të skuqet, thjesht për t'i dhënë pak ngjyrë. Edhe shijen e kripës dhe piperit. I shtojmë pak krip, pak piper, do ta lëm një 2 minuta dhe nga finoku është gati, e fikim. Do presim sa të përfundoj salca e portokallit. Salca e portokallit është gati, fikim sobën. Nuk dua ta lëmë sepse nëse e lëm akoma do trashet edhe më shumë. Nëse doni më të trash mund ta lini akoma, por kur të ftoj do ta shikoni që do pikset akoma edhe më. E kemi gati, servirim pjatën.
Atëherë kemi përfunduar të gjithë përbërësit. Do fillojmë dhe do ndërtojmë pjatën. Tu kemi salcën me qiqra. Sasia që do përdorni për pjatë e vendosni vetë. Si përdorshtojmë finokun. Siç e pat nuk është se ishte e vështirë fare. Është një pjatë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, por ama jashtëzakonisht shumë e shijshme. Mund ta përgatisni dhe për darka të veçanta që bëni në familje. Del shumë e shijshme. Dhe nuk është se të lodh shumë. Si përdorshtojmë salcën e portokallit. Portokalli me finokun shkon jashtëzakonisht shumë. Kjo është pjata. E kemi përfunduar. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.